Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Du me Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të kem gruan që është kërkuar nga dy partnerët e saj përpara disa ditëve këtu në live me Odetën. Bëhet fjalë për Elgita Abazin, e cila fillimisht u raportua si e humbur nga bashkëtuesi i saj i dytë, Kaloshi, i cili tregoi se kishte ikur dhe kishte braktisur fëmijët, dhe më pas reagoi edhe bashorti i saj i parë Doriani, i cili dhe ai tregoi një histori të dhimbshme të nusës së tij se si dhe ajo e kishte braktisur për Kaloshin. Për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur, por dhe për gjithë ata që na kanë ndjekur dhe mezi kanë pritur që Elgita Abazi të reagojë dhe të jetë sot këtu në live me Odetën, ajo do të jetë vetëm pas pak me mua live, por fillimisht për gjithë audiencën time që e kanë humbur episodin kur Kaloshi e ka denoncuar si të humbur, ndjekim të short. Që para disa koshe ka bani gabim edhe nga që ja kam falë unë ndjike keq ndaj meje. Ja fala për atë të fëmijëve të sketë të fëmijëve vet. Nuk ndjike mirë me mua, ndjek keq me ti sepse je djali i drejtë, domethënë tradhtor e kështu. Po s'ka gjë tjesh ose jemi fëmijë bashkë edhe nuk do të fugi se edhe nëna e fëmijëve. Mu nuk më intereson se ku ka ka shtek. Mu më intereson thjesht kontakti i fëmijëve. Tashim problemi është edhe ky tjetri. Se mu ma la dhe djelin e vetë që se ka me mu ma la muhe. Që e tha te baba e vetë, thash, po nuk ka të tesh me djali, thash me shkuve, tha që e me zërt. E kam qu djalin të qajtit o vajtu e kam quhe. Po të shika të rasthu, ka marru dashërijet, pak të në fmit mos t'i fuge për një burë. I volja 3 vjeq, i madhja 4 vjeq. Besa i kam në i qovat e nana në kus, i kam quhe ato, thjesht kur i kam dul djali para bët, sa i ke marrë dhe mamina. Jo papi tash, se mami tash anë gjumë të shpija tash për ka marrë papi t'ju shok. Jo më preki shumë muhe. E prish edhe, si është i pi telefonit, si është ka në nostalgjin, numri pikëm, kish pa ime në lokale dhe më qilin telefon, ta ku je? Tash të gërku ti, ku jam, tash? Ta thine kish bëhe. Po të gërkot dikush të shpija, tash gërken shmit, tash. Unë i ka probës me të ski, tha ma, oke në regëll. Ta, si të bëmë rahat. Po ti ndoshta bosh rahat mas 10 vjetëve, a mas 20 vjetëve, a mas 5 vjetëve, ose mas 1 viti, po nuk dërën fëmija ti kur të bosh rahat ti. Po të i kthejt të fëmijët, jo të unë s'ka shancet, edhe si kër me deshta, jo të unë nuk i ka shancet, se unë i rria ma lajt, vazhde jetën teme. Ky ishte partneri i dytë i Elgitës, i cili denoncoi humbjen e saj, që ishte larguar nga shtëpia, kishte fikur telefonin dhe kishte braktisur fëmijët. Në momentin që isha live me Kaloshin, burri i parë i Elgitës, Doriani, reagoi duke treguar një tjetër version të historisë se Kaloshi ka qenë shoku i tij i ngushtë, hanin dhe pinin, por i mori gruan. Ndjekim dhe momentin kur Doriani ka qenë këtu në live me Odetën. Si ka hikti tani? I ka donë në mu, 3.000. Nuk ndave, mora, u bashkun prap. Pas, ta kove kjo i ku prap me këte. Terma, soli qumshin e nonës tu, unë Kaloshin më në kom pas shok. Pse Kaloshi ka qenë shoku jo t'i ngusht? Shoku imi ngusht, kishte yre dalje në shkritime. Më boni ma ngulli ftikën ma shpine, mu kjo më vide i not, jo për gru, se gra ka sa dush. Kjo më vide i not, sepse me ngull ftikën ma shpine, në unë e bona një gjest tjetë. I kava mesazhin unë, e ne e disha se ku ka ik. E disha sigur që ku ka ik. E shpia, kishin marrë shpime, qëra ati jem kuk si shkova. I trokita më derë, e ne e bona atë gjës. Mirë që e bona atë, po më boni, në dhe më sim për sikurën, unë e kam shfrytzu atë. E dëgjuam dhe Dorianin, i cili tregoi se si e kishte braktisur Elgita Abazi. Nëna e 5 fëmijëve nga martesa e parë dhe nga bashkëtesa e dytë, sot do të jetë me mua në këtë live, do tregoj versionin e saj, do tregoj pse i ka braktisur këta dy burra, jo fëmijët sipas saj, por do t'ju japi përgjigje të dyve. Kështu që hap dritaren dhe përshëndes. Përshëndetje. Përshëndetje, dashë, si a je mirë? A je mirë ti? Mirë, faleminderit, mirë jam mirë. Elgita, po ku ndodhesh se partneri Kaloshi të kërkon të live me Odetën? Bie kam parë dhe videon, por të shumë edhe Kaloshi kemi kontakt, kam përë vërtimisht pa të edhe me fëmijët, ma në të shporë pole, por edhe për minuta dhe fëpise, ma të edhe me fëmijët. Për që isë më kërkon mo, e ka thënë edhe tek
video mos gabohem se unë nuk kam nevojë për atë, nuk e marr madhe sikur më kthy vetëm se për atën me fëmijë, është kështu? Po, kështu ka thënë, e vërtet. Por çka ka ndodhur Elgita, pse i ke braktisur fëmijët dhe ke ikur? Ja, e dashur, nuk i kam braktisur fëmijët, as nuk i braktis kur. Siç e lexova edhe mesazhin, nëse ke pas kohë me lexu. Por dua të dëgjoj, çka ka ndodhur? Pse vendos se ti i ke në këtë lloj forme? Patjetër, më dëgjoj se jo. Problemi ka pas sikur mesazhet e njëjta historika, nuk ka shtesë më pak as më shumë. Unë thjesht u lova psikikisht dhe fizikisht duke punuar vetë burr, vetë grup. Sepse unë nuk kam desh të di me hyj aty me folju, po më shtyvi kjo, po shtyvi ajo, nuk kam qefën në për lidhje televizive, sepse nuk jam shkurt shqip. Se disha me hyj dhe lidhje me Kaloshin dhe me folë me i tham pse arsye që rrën kush është, sepse ai nuk ka punu motor as një ditë të vetme. Thjesht ai ka net një shtëpi karrocimit, edhe unë kam punu. Në Shqipëri kam punu në CES. E dashur Elgita, më fal që ndërpres, atë ditë kur ai ishte në live me Odetën, më tregoi dhe ato tupanat, punonte në përdasma, punoi ditë e natë. Po tash ka fillu, tash që i ka unë ai ka fillu. Sepse nuk ka kush e marrë fëmijët, mos unë ja kam marrë, kur kam punu unë, e s'ka punu, e tash që s'jam unë, patjetër ka punu, e se dikush i du të mi marrë ato fëmija, është kështu. Pra, ju jeni larguar se ishit e lodhur nga ajo martesë? Isha e lodhur dhe nga martesë, edhe fakti që pata i të njërë tjetër që e tha Kaloshi? Po. Kjo ka qenë asja surëra psikikisht, mirë po nuk pa bën një zemë më mina këtu ktheva. Edhe i pata thënë unë kthehem te ti, po nuk kam qejf më përmendjes kalumen. Sepse çdo njeri gabon jetë, ama gabimi im ishte hika sepse u rrodha fizikisht dhe psikikisht. Se kur i thosha me punuar, nuk punonte. Ai ki parasysh. E dashur Elgita, Kaloshi ishte shumë gjatë me mua në atë video, në atë live, ti e ke parë nga fillimi deri në fund. Ai më tregoi kur ti ke ikur për herë të parë, i le 2 fëmijët e vegjël dhe ti e pranove tradhtin bashkëshortore. Po, sepse ta thash, kur një femër nuk ka mbështetje nga mashkulli, pa parasysh shofi dashur apo burr, mashkull që jeton nuk ke përse mbështetje, pa çfarë do bësh diçka për jetën tënde, më kupton? Asa për e dashur Elgita, unë të kuptoj, po të flas si motor. Kur një grua nuk është e kënaqur me burrin e saj, sa i mund të pi alkool, nuk punon, nuk sjell para në shtëpi, nuk është i përgjegjshëm, nuk është zgjidhja të gjesh një të dashur, e të ikësh dhe të kthehesh prap. Ndahesh, pse nuk ndahesh? Jo, unë nuk kam veç pak. Kemi pak qatë. Unë edhe rrëdhën e parë ku kam nuk ika sepse zona të dashur. I ka nga shtëpia, kaq. Edhe momentin që u kisha nevojë, nuk disha ka çkosh apo çfarë bësha një femër e vetme, thjesht njofta dikan aty që kam qenë muzikë, edhe i kërkova ndihmë si njerëz, tash mundet tash të më gjet një vendodhje ku mund të rri stërhom sot. Kupton se ishte natë. Edhe ai njëri më ndihmoi kaq. Normal din tishim një kalume vogël, nuk është se kisha lidhje me ta për shkak të dashurisë me ta. Por e qartë, tradhtia ndodhi, pavarësisht se ose me braktismit. E dashur Elgita, ti kërkosh ndihmë dikujt, të flenë në shtëpinë tënde, kur kishe shtëpinë dhe fëmijët, mund të shkoje te burri, unë nuk të paragjykoj, thjesht po t'jap, po flas sikur të kam motor. Mund të shkoje te Kaloshi, ti thoshe Kaloshit, Kalosh, kaq ishte marrëdhënia jon, unë dua të ndahem prej teje, ti ke jetën tënde, unë kam jetën time, sepse edhe të kërkosh ndihmë nëpër shok, të flenë në shtëpinë tënde, mua nuk më duket normale. Ja, nuk është normale, prandaj edhe u ktheva. Se nuk e pas të arsyeshme dhe unë ndaj u ktheva përsëri herën e parë. Më kupton? Por çfarë ndodhi më pas? Ti u ktheve? Edhe unë pas u ktheva, çdo fjalë që boshim si çdo çift që grindet në shtëpi pa marrë parasysh arsyeja për çfarë. Ai në çdo moment e përmendet kalumen time. Ti bën adim pisliçe, ti kështu ti ashtu ktheva prapë. I thash Kalosh, tash kur kam marrë përsëri, kam thënë që unë them shtëpitë fëmijët e mi pratë të mirë, por nuk duhet më rikujtosh kalumen. Kupton? Po pra, unë duhet të tregoj me sinqert, unë nuk e di nëse Kaloshi më ka treguar të vërtetën apo jo. Por Kaloshi ka treguar që unë ja fala tradhtin dhe nuk ja kujtova asnjëherë. Madje ishte Elgita që ndihesh keq dhe kërkonte të largohesh nga mua. Po, edhe kjo është e vërtet, nuk e mohoj, që du më thonë më ka falë, por që më ka përmend, ka rejnë, se më ka përmend se ju ka dhe mundësia. Edhe kam kërku më shumë mirësjellje, i kam thonë të lutem, mos më kujtot kalumen, sepse kështu po më largon akoma më shumë, edhe po më lodh fizikisht, si nga ana pune, si nga ana psiqike.
I kam thënë, përsëri unë kam përpik sepse e shoh se ne nuk kemi Gjon Terezi. Edhe plus se ndihem fajtore, po ndihem e kam thënë, nuk e mohoj. Ndihem fajtore për faktin që ma ke fal, po nuk është e thënë tash që ti më përmesar vjen mundësia. Kupton? E dashur Elgita, në momentin që ti u ktheve te Kaloshi, i dhe stop, le të themi asaj marrëdhënie të re që kishe nisur me atë shokun tënd? Po, nuk as më intereson ta se nuk është se kisha një kalu me kush e di se çam atë person që unë u përballa po atë natë. Kupton? Thjesht ka qenë punë momentale ajo. Si çdo femër që gabon jetë, se nuk ka të më mbështetje, normal gabon, edhe unë gabova e mohoj. Në po gabimin tim e pranova dhe u ktheva përsëri në shtëpitë e fëmijët. Ai vazhdoi po ti në gjove, a di s'kishte kuptim. Edhe 3-4 ditë apo një javë nuk e di diçka, para se të kisha. U grindem kështu pak për mesazhe, unë isha puna ishte në shtëpi, kam qenë punë muzikë. Edhe u grindem jo, po ti kështu ti ashtu ditë të përmend kalumën, i thash është e fundi që e përmend. Tash unë nuk e shoh arsyeshme që ne të dy të shme jetë. Sepse tash nuk është tjetër dy fjalë më i bën shtëpi në përmend kalumën. Pra ti e kishe paralajmëruar. Ti e kishe paralajmëruar që do largohesh nga ai. Po, e kam paralajmëruar. I kam thënë deri këtu është me smerë teje, më mirë është ti po jetën tonë, unë po jetën time. E dashur Elgita, sepse nuk mund ta shtima, po. E dashur Elgita, ju keni punuar në muzikë në lokalet e natës? Po, në lokalet e natës kam punuar deri momentin që hika. Çfarë konkretisht ke punuar? Kam punuar balerinë. Pra ti punoje balerin në lokalet e natës dhe ai nuk punonte. Pra e mbaje ti me ushqim me gjithçka. Po, gjitha. Përkundërzi nuk është mu përmend atë se s'kam ti çi përmendin nuk është se një jetë, jo, po thjesht biseda që po bëjmë do të jem shumë e qartë. E qartë. Prandaj unë desha të flisja me ju. Unë vetë kam ndihmuar se kam pas nevojë, kam çuar lega, dhe se kam panajt njerëzit e tij varfër si çdo kush, se mos t'i ndihmoj. Elgita, unë bëra thirrje që tek ajo video që Elgita të reagoj dhe të më telefonoj dhe të falenderoj që më telefonove dhe jemi të dyja sot së bashku. Dua të pyes, çfarë ndodhi atë ditë që ti ike dhe i fike telefonin atë mbrëmje? Po, nuk ka sepse në primer momentin nuk mujta me dëru ma. A kupton? Edhe ullova psikikisht tash po iki edhe dhe puna që kam tregu me për drejtën atë që ndikës ti po e them për noj që po shoh po e le punë nëse diçka. Në çfarë do të punët punosh, duhet ta lëmësh për noj. Mirë po unë çat shkëtësi isha, se ullova psikikisht dhe fizikisht nuk kam prit ka veç kam dalë për punë, s'kam as i dëtimin që më përkushtu duhet të puna, veç kam vesh atletët, kam marrë çantë dhe jam çdo, kam fik telefonat. Pastaj kam gjetë një hotel kaplet edhe tani kështu. Aktualisht je brenda territorit të Kosovës. Mos ma thuaj vendin ku je pak rëndësi ka. Jo, nuk jam. Nuk je në Kosovë? Jo. As në Shqipëri nuk je? Diku aty atë, po jo, bash aty. E qartë. Nuk kam qef, më fal, por nuk kam qef Jo, është e drejta jote, nëse nuk do të tregosh se ku ndodhesh, është e drejta juaj, nuk do të pyes të më tregosh adresën. Por nuk të erdhi keq për dy fëmijët e vegjël që i lënë në shtëpi dhe djalin e madh nga martesa e parë, që ale Kaloshi dhe ike. Po, më ka shumë keq, madje edhe shumë, sepse pa më parasysh komenteve që bëjnë si kam pa, dikush din me gjiku pa arsye, pa e ditë arsyen, sa më ka ndodhur mua nëse mund të ndodhë një tjetër shumë tjerave. Por, mu ka ardhur keq edhe vjen vazhdimisht. Pra, pjesën kam kontakt me ta. Edhe kam thënë dhe Kaloshi si ta ka cek ty më para ka thënë ku tratot ajo fëmijët nuk presin, e vërtetë që nuk presin. Po një femër e vetë me rrugëve për shembull, se kur unë jam hala pa stabilizuar veten, unë nuk mund t'i marrë fëmijët në qafë t'i marrë rrugave. Më kupton? Jo, unë të kuptoj, po të jesh pranë tyre. Kemi pjesë të dy. Po disa i është tabel, është në shtëpi, është mashkull, ka ku i marrë, se mos t'i marrë se fëmijët e vet janë. Kurse unë si trato, po shumë xheven, normal që unë po çse është nevoja mi marr fëmijët e mi, nëse ai si marr, normal që do t'i marrë fëmijët e mi. Se fëmijët e mi nuk jeni poshtë për kërkan. Elgita, sa vjeç janë fëmijët? Urdhra? Sa vjeç janë fëmijët? Djalli që kam nga martesa parë është 10 vjeç, kurse këto dy fëmijë që kam me Kaloshin, njëri është 4, kurse tjetri është 3. Po mirë, si e mendon ti, një baba mund të jetë i aftë të kujdeset për një fëmijë 3 vjeç dhe 4 vjeç? Po derisa ai nuk ka ditë me majt një gruë shkoçare pa i majt. Derisa unë bëha mirë, pastaj unë fëmijët e mi ma. Elgita, po është përgjësia kam i majt, se të vetë janë. Elgita, unë nuk të bëj moral, po është përgjësia jote si nën. Ti është pranë atyre fëmijëve, pavarësisht se Kaloshi nuk e do më, je ndarë, çrëndësi ka.
Por fëmijët është përgjegjësia jote. Nuk mund të thuash ai s'më donte mua, nuk ditë të mbaj fëmijët i ka të vetët. Janë dhe të tua ata fëmijë. Kaloshi ka sjell me ty jetë. Të dy jeni përgjegjës për ata fëmijë. Unë e pranoj dhe nuk kam nevojë për shumë më thon dikush atë. Por unë ta thash pak para se pa thoshë ti, unë si tratom, unë fëmijët e mi nëse ai nuk do mi marr ose nëse lejon ti maj, unë fëmijët e mi normal që do ti maj. Mirë po, unë e kam shtyjet me ta dhe ka qenë mirë keq bashkëshorti im. Edhe më mirë se unë se një askush. Po, si është sjellja ide? Si është por ai ka thënë ty, veç pak. Po. Ai ka thënë që vjen ti marrë fëmijët e vet. Unë kam pa shumë mirë videon. Mirë, po ti thot kështu, kurse unë nesër pas se u bë marrë dhe mi thënë që du marrë të marrë fëmijët e mi, mi rris fëmijët e mi vet. Unë si nanë, si çdo prind që i marr nana, si ka përgjegjësi për ta, ai mu nuk më jep, dhe më ka pas thënë nesër neve mos e pas jetë bashkë munda, ti kur fëmijët e tu s'ti jap, edhe që është më e keq as telefon ka pas ti jap. Pavarësisht se mi ka dhënë, nuk e mohoj këtë pjesë, por që çam ka thënë, po do të thonë atë. Nuk ka thënë që ti nesër me hipotekon me mu fëmijët, nuk ti jap as në telefon. Por me jetu me ty nuk bëhet fjalë. E dashur Elgita, duhet të sqaroj një gjë që ta kuptosh. Nëse Kaloshi i drejtohet policisë dhe bën një denoncim për ty, që ke braktisur fëmijët, ty të hiqet e drejta prindërore, kujdestaria po e po, por arrihet edhe heqja e të drejtës prindërore, dhe këtë gjë ti duhet ta kuptosh, mund të humbasësh të drejtën prindërore për ata fëmijë. Sepse quhet braktisje, në momentin që një fëmijë 3 vjeç dhe 4 vjeç nuk është nëna pranë, ka ikur, quhet braktisje. Po, ashtu quhet, është normale që quhet ashtu, por unë me vetë dëshirë ose me vullnetin tim nuk është si kam braktisë, as nuk i braktisi kur. Ti mendoj për shembull ti apo dikush tjetër si doj, ose ligji që është ligj, e di që i bie ashtu, se unë nuk është si janë fëmijë e si kuptoj gjërat. Por momentalisht unë për shembull nuk është se kam zënë vend dhe dashur, as në punë nuk jam. Si mendon ti mund t'i mbajë në fëmijët rrugave? Ja vlen t'i mbaj ashtu? Jo, nuk po të them t'i mbash fëmijët rrugave, por një nën stabilizohet, qëndron afër fëmijëve, punon me një shtëpi me qira, i kërkon babait detyrimin ushqimor, edhe nuk ndahet nga fëmijët. Jo, dashur, nuk i bën ai atë. Po ka ligj. Ti drejtori i gjykatës dhe ja merr detyrimin ushqimor. Nuk është ai. Nuk është ai njeri që mund t'i përballoj ato, se me pa që njeri që përballoj ato unë e kam thënë. Kam nevojë edhe dua të jetoj vetëm me fëmijët e mi. Po pra, është drejta juaj, padyshim nëse nuk e do burrin do ta ndash. Nuk është normale të them unë ty pse unë ta vë nga Kaloshi. Nuk e do, mbaroja e dashuri. Por aman, ti thuash partnerit, mbajte fëmijën nga martesa e parë, çoje tek ish burri im, nëse nuk do. Jo, nuk e kam thënë. Nuk e kam thënë që mbahet ti, sepse ai nuk ka detyrime ndaj fëmijës tem. Po pra, po. Që ti mi qartë. Momentalisht e kam lënë sa ashtu merr momenti, por nuk e kam lënë unë detyra ti, se nuk është fëmia vet. Po kam marrë telefon, e kam shkruajt edhe i kam thënë. Në momentin që ikën dhe nuk mendon as për fëmijën nga martesa e parë, ja lë burrit të dytë, ja ke lënë. Çfarë duhet të nënkuptojmë ne? Ja ke lënë atit. Dhe kur ai të tha çfarë të bëj me djalin e masë, s'ka më kusur të arris, ti i the çohet e burri parë. Le të qaj. Braktisje totale, Elgita. Edhe me djalin nga martesa e parë dhe me të dytën. Të lutem mund të flas? Po, patjetër, do të dëgjoj. Unë i kam shkruajt dhe i kam thënë. Si janë fëmijët e mirë, të thënë, ku i kam thënë pa këndësi ka. I thash, djali madh si është, ta mirë. Thash, a ka mundësi, thash, ta marrësh, thash, që është te prindërit e vet, te baba vet? Tha, nuk do, thash, mia me shkuza te baba i vet. Po. I thash, dona pos dona i, nuk është detyrimi jo ta mbash, thash do ta çosh te baba i vet. Unë thash si të bëhem marr, do vi ta marr thash djalin tem se nuk e lej as në dorë tane që se shijoti, por as në dorë babes vet e di që është i pa aftë. Se dhe ajo është i sëmurë, kupton? Dashur Elgita, më the që isha e lodhur nga martesë, por pse si sillej Kaloshi? Çfarë jete kishe bërti me Kaloshin që u lodhe, sepse 10 vite janë pak për mua të thuash u lodha me një burr, duhet të iki. Në ata që jetojnë nga 30-40 viteve, duhet ndrojnë 3-4 burra me këtë logjik. Ndoshta për ty është pak, për mua nuk është pak 10 vjet, edhe me thënë u lodha, se unë nuk do them as 50 vjet u lodha, se normal që lodhesh për plakesh. E kështu para se plak më thash ndërtoj jetën time. Po pra, çfarë ka bërë ai që ti u lodhe nga kjo martesë që në 10 vitet e para?
E dashur, nuk është se ka bë diçka wow, e kupton? Por thjesht nuk punonte, edhe kjo gjë më mërbet shumë. A di ka shumë familjar që janë të varfër, s'kan, por kanë punu poshtë të dy burrë gru. I kanë dhënë zër, kanë punu të dy burrë gru, kanë punu në shtëpi edhe kaq. Pa i tritet të në kohën ratë, e punosha unë ti qosha atit. E ti mbasha atë jo, vallaj nuk ja vlen, sepse unë nuk isha ftarësyshme, unë për vetë vetën nuk mujta, u lodha dhe kaq. Po pra, po, ajo që po kuptoj unë e dashur Elgita është që ti ke punuar, të ardhurat në atë familje ti i ke nxjerr, nuk i kanë nxjerr babaj. Kështu që ti mund ta vazhdoje jetën vetëm me fëmijët, se ti kishe punuar në atë familje, ti kishe rritur fëmijët. Po zemra je, po unë nëse të punosha unë, dhe më thonë ti mbasha fëmijët të punosha, të ishi shumë dhegjur, s'kisha ku Milan. Sa i më ka thënë edhe me shumë herë, adin që kemi këtë nervoze për pjetë, më ka thënë, okej, meri majtë fëmijët e tu. Unë nuk i majnë natë ku ti punosh. Po pse si kam ti fëmijët e tu? Ti nuk punon edhe nuk i mund fëmijët. Cila është ajo tash? Bëm edhe vetë burr, vetë gru, ku do t'i lija fëmijët tu po të punoja vetëm? Ai thoshte mbaj punën, nuk ti mbaj. Elgita, kur ke folur me fëmijët e vegjël, çfarë kanë thënë? Asgjë, si mamja e mirë, kështu si fëmijë. Të kanë kërkuar që të rikthesh. Ha? Të kanë kërkuar që të rikthesh. Po, jalim ka thënë, ma ku jeta kam thënë jam punë. A din si kam thënë që kam i të sa jeshtë i vogël, po t'ja po të trup të sene. Tha, a do vish të marrësh dhe dalin, thash po do vi mami të marrë pas jam të puna, do vi të bëgjana, e kështu si të pëjnë që të formë të fëmijët e vetë, nuk është se asë diçka tjetër, ata e fëmijë nuk kuptin shumë, edhe nuk kam qef aktualisht, me kuptota në gjendje si jam unë apo babaj vetë, si unë pa njëri tjetërin. Por djali nga martesa, po me djali nga martesa e parë që ka shkuar te babai i tij tek burri jot i parë, me atë ke folur? Po kam folur edhe më atë. Por ai çfarë ka thënë? Ai është më i rritur. Po aja asgjë, nuk është se më ka kërkuar dhe ku si e veçmësia e mirë kaq. A din edhe ishte të rrit me do fëmijëve të hajtë të nimi, mam pasi po rrit kaq, nuk është se ola shumë. Nuk e bezdisa që me majtë në kontakt pa dëshirë. E dashur Elgita, kërkon ti thuash diçka Kaloshit, ai ta dha një mesazh. Me mua s'ke më punë, nuk thesh kurrë më në jetën time, por mendo për fëmijët. Ti çfarë do i thuash partnerit tënd? Si është edhe unë do t'i thamë në pjetë në gjohë, si ku më ka thënë Kaloshi, asë nuk du t'kem punë më me te, asë nuk du të mbëzdisi, asë nuk du mesazhet tilla që jo po unë do t'gjej, jo po unë do t'baj, si ku më ka shkujt deri dje. Edhe ai shoqë jetën e vetëm shoqë jetën time. Sa po i përket kontaktit fëmijëve kam për ta pas gjithmonë. I mora unë i majta, apo i majta i pak rëndësi ka kontaktin, fëmijët do ta kenë si nga ana nënës, si nga ana babait. Por që të preset ju kthehem, nuk i kthehem. Se ndoshta ti mund të thanë edhe të kthehem nuk e marr, mi po më ka thënë nuk më intereson çfarë ka ndodhur kthehu. I kam thënë jo, nuk ja vlen të kthehem më. Te rrugë që e kam marr, këtë do mbaj. Dhe dalë vetë me diqysh, ai të jetu me kanë i kam thënë jo, nuk jam të jetu mas tu. Po jetoj vetëm. E dashur Elgita. Për ato fëmijëve kaq unë ka Kaloshi, nuk do të më kërkoj me më thonë do të vi, do të gjej, ta di emër mbi emër të më ke jeton ti, se do ta shohim pastaj. Këtë një me boshe nuk i dua nga edhe nga askush. Se tek e fundit është e drejta ime me këtë dua. Elgita, po, je e rritur, është e drejta juaj. E dashur Elgita, kur Kaloshi ishte në live me Odetën, atë emisioni kishte parë edhe burri jot i parë Doriani. Çfarë kishte bërë? Emisionin e kishte parë dhe Doriani, burri juaj i parë. Po. Nuk e di nëse e ke ndjekur, edhe Doriani reagoi dhe tregoi. Jo, se kam pa. Atëherë po ta them unë, kështu që më lejo ta ndjekim çfarë ka thënë Doriani. Okej. Një jetën time e kom rafë, Odeta. Një jetën time. Isha kaq vite martes, nuk ishte hongër një shpur. E në atëherë që e rafa, ma solli ke unë, sepse po i thosha, lexoj mesazhet me gojen tate. Momenti që ka Petrathin. Po e i tha, çfarë ke pri me, çfarë po të mungon? Çfarë po të mungon? As po të na lej për diçka me vesha. Çfarë të mungon thash pri me? Ajo nuk ka tur. Ja mori fytyrën gjithë. Kom jetu 10 vjet me të. Po t'ja bësh gropën dikujt, do ta bëj gropën dikush. Si që rritën, fëmijët e mi kështu i danë këto tjerët.
Edhe e kam përjetu shumë keq, ai burg më ka duk, ato 5 vjet që kam bo, më ka duk sikur kam bo 15 vjet. Unë sot e kësaj dite jam smur, vetëm nga pasojat asaj. Boni në për shfrytëzim, për prostitucioni. Nuk e di o deta, unë i bëj thirrje asaj, ajo të di të heqi konorin, të bëj qardet, mu shqyqyr që mu ka heq qafe. Të thyrë Zotit se do kisha bo një gabim që unë do kisha dajt kur nga e rrugë. Se i merë fëmijët në qafë. Mia do të 2 prindit. Këtu bje dakord me ty. Fëmijët janë të pafajshëm. Se i merë ti fëmijët në qafë. Kur e ke men mos me jetu me një person, mos bo fëmijë. E dashur Elgita, Doriani tregoi që u ndava për shkak të tradhtisë, Kaloshi ishte shoku im i ngushtë, hante dhe pinte shtëpinë time, më mori nusen dhe iku dhe unë tentova ti vrisja. Por jam penduar, tha. Dua të pyes si e njohur ti me Kaloshin, se ke qenë e martuar në ato kohë me Doriani kur e njohur me Kaloshin. Po, kemi qenë, rastisht një vdekje ka qenë aty, po kemi janë një të Kaloshin. Edhe unë nuk i dija që të ditë më fanit të shenë, këton, të kishin një dalje. Edhe bëm një falidje me njëri tjetrin. Pastaj unë përfundova me ta Elash, po Elash atë edhe mora Kaloshin. Ai kishte shok, unë nuk e dija që kishte shok, mirë po ai Dori që ka dhënë intervistën e ka dhënë shumë qartë, sepse ashtu është. Por burrin e parë pse e le, apo dhe nga ju lodhe? Ja dhe ai hala ma keq se ky Kaloshi. Ai nuk është se punon të kur hiq. Ai veç vërte me sën e palid. Ja din si thënë se pare dikujt haram s'u ne hash. Kjo është fatkeqësia e njeriu. Momentalisht për mua kjo pjesë është fatkeqësia jeme. Se dikush mund të më nuk u ndron burra tërti vërti normal ka drejt çdo kush me fol, ku të bësh për me dalë emision, çdo kush i ka drejtën e vetëm me dha mendimin e vet. Pa marr parasysh se si është situata. Por kështu ka ndodhur dhe mate. Ai ka qenë ana ma keq si Kaloshi, nuk punoi te fare. Ai veç i merrte për shembull, këshurte shkurt ship me po, si shkon situata kush ka lek kapap një marr atje me hangër. Nuk shkon ai ashtu me hangër me djedh me vidalli çeve se me palidhje. Gjithsesi ai bëri burg, 4 vite burg. Sepse Po ai e bëri burgun për arsye që erdhi me armë, jo për shënë tjera. Çfarë ndodhi atë ditë? Mund ma tregosh si ike nga shtëpia e Dorianit dhe ike në shtëpinë e Kaloshit dhe më pas ai ju E njëjta se edhe me Dorianin, punoj në muzikë, edhe nga muzika i kam ikë direkt. Ti ke punuar në muzikë që e vogël? Po. Po. Si me dytin kanë qenë muzikë, si kanë qenë pa, edhe me dytin e mora, e gabova e mora vate, i tha shajta din. Masela është pojnë për këtë se vlendi që ishme e lanë, hajt punoj, hajt punoj se ndështë të punon në vaj, se thoshte një për njëherë punon të tani do hi dhe unë, e mirë për nuk e mori kurat mendimin për me rinë punë, atë kështu. Elgita, ti nga martesa e parë ke 3 fëmijë, 2 vajza dhe djalin. Po. Edhe Dorianit i le fëmijët në shtëpi edhe ike me Kaloshin. Po, Doriani i pruni, unë i vajta. Po, e qartë, se ma tregoj që kur doli nga burgu i mori vajzat. Po mirë, kur ti ike, nuk e njoftove fare Doriani që do ndahemi, të ndahesh si njëri i qytetëruar, se du t'i ike në ato lloj forme. Jo, sepse unë e di se si është njëra qytetërave, por problemi është se asë njëri s'ka qenë në mirë kuptim, asë njëri s'e kam pas mirë kuptushëm, që vitën për shemë drejto i ishte ti punë në punëtime, si çdo qip që ndahet. Po, shkaku që s'ka pas mirë kuptim, edhe i kam i kështu. Mund të ma tregosh çfarë ndodhi atë ditë kur Doriani ju përndoqi dhe erdhi në shtëpinë ku ti jetoje me Kaloshin? Një herë erdhi pësodhi fëmijët. Jo, ditën që ai tentoi t'ju vriste, që ra në burg. Po pra. Ditën e parë erdhi puni fëmijët. Nuk kërkoi mu kthy, thash nuk kthehen. Okej, iku. Pastaj ditën e dytë erdhi sikur po sillte rrobat edhe kishte pas armën aty. Edhe nxorri me gjuhë. Kupton, tani Kaloshi e ka ndalu. Kaç ka qenë. Ngjarja ishte brenda në shtëpi? Po, te shtëpia e Kaloshit. Ju më pas e keni denoncuar për këtë ngjarje Doriani, por e keni denoncuar se ai ju ka shfrytzuar si punojse seksi. Po, sepse ashtu ka qenë e vërteta. Si e vërteta? Burri të ka shfrytzuar vërtet? Po, por nuk deshta ta diskutoja me ty, po ti e dike. Ashtu është e vërteta. Jo, unë nuk e di, këtë gjë ma tha Doriani, që ajo më denoncoi për këtë gjë. Po e din, domethënë, po, sepse ashtu ka qenë e vërteta. Por ti e ke ushtruar vërtet? Po, edhe në momentin që unë kam hik nga Doriani te Kaloshi,
Kjo ka qenë arsye pse kanë vënë. Ma qatë domethënë, me që do të ndole fiks në temë, por nuk doja që ta dim. Qysh më duk pa lidhje me fam, por kjo ka qenë e vërteta. Ku e ke ushtruar profesionin e punojëses seksit? Në Kosovë. Sa vite? Gati 2 vjet. Dhe parat ti merrte Doriani? Po, normale, i dorëzosha në shtëpi të burri. Por ai jetonte me fëmijët në Shqipëri dhe ti punoje në Kosovë? Ja, këtu, nga te kam jetu në Kosovë. Dhe pastaj erdhi momenti që ti u dashurove me Kaloshin dhe ike. Po, mendova që do dali ma mirë, dhe nuk duri ashtu si që mendova. Kaq. Dashur Elgita, marrëdhënie me 2 vajzat e tua të mëdhaja ke? Me të voglin kam, po me të madhe nuk kam. Me të madhen pse? Kam sepse është e martuar të dyja, të martuar, por me të madhe nuk kam për arsye se të di burrin e ka ashtu të tillë nuk do dhe si kam mirë se punë me prish me burrin familja, di nuk është që duhen të bitë për familjen e vajzës tia apo dikujt tjetër. Ato janë martuar të vogla, Doriani tha unë kam qenë në Burg, dola nga Burgu, ato ishin martuar dhe në një farë mënyrë të akuzoj ty si një nën që i braktise dhe ato u martuan fëmijë dhe unë nuk munda do t'i mbroja. Si edhe mia që ka thënë? Ishte ti shkaktarja që ato u martuan aq të vogla? Po pra isha unë shkaktarja që e lash. Unë thjesht e lash për atë që sa po thej, por nuk është si tash unë martuan fëmijët e mi 10 vjeç apo 12 vjeç apo 15 vjeç. Sa atë as i pyet nuk e don u martu fëmijët ashtu. Ata janë martu pa lejen time dhe pa lejen e Dorianit. Ato kanë net me mua. Pastaj momentin kur ka ra Doriani në Burg, mas disa kohëve, fëmijët e mi kërkuan tamam ta bëjmë shku te babi mi po. Edhe unë normal se kam ndalu sepse po marr parasysh situatën se s'ke ndalë nga prindi. Kanë shku, tani kjo ishte një fëmijë ideale dhe kishte pa lejen time. Dori ka qenë në Burg. E për ti majti ka majtun vetë fëmijë. Qatë ditë që kam ikun nga Doriani te Kaloshi, direkt nesër ka po fëmijët i kam majtun nga gjithë kohës. Po, derisa doli Doriani nga Burgu dhe më pas vajzat jetuan me babain, ti mbajte djalin. Po, sepse deshim me shku, nuk deshim me të me mua, okej, tash s'është problem. Ram dakord, ai majti vajzë, du majta djalin. E dashur Elgita, Po. nuk të vjen keq që je nëna e 5 fëmijëve dhe nuk e asnjë pranë? A më vjen keq? Po, Normal që po. por pse nuk lufton ti jesh pranë tyre? Si mendon? Ti ke punuar, ke bërë punë të vështira për të mbijetuar, përpos shfrytëzimit që të ka bërë burri, ajo është e pafalshme nëse ka ndodhur. Ke punuar si kërcimtare në lokalet e natës, e ke gdhish gjithë natën për të fituar para, për të mbajtur fëmijët. Po. Mund të punosh, ka punë plot, edhe punë ditën, jo vetëm natën, për të mbijetuar dhe për të qenë pranë fëmijëve. Sepse, ta jap si këshill, ata fëmijë që rriten larg nënës, pa dashurinë e tyre, e humbin ndjenjen e dashurisë për nënën automatikisht dhe nesër ti do shkosh 40, 50, 60, 70, pas jetën e gjatë, do kesh një moment nevojë për fëmijët e tu, për familjen tënde, dhe atëherë do jetë shumë vonë. Jo, dashur, nuk i legjerat më shkur dhe agjohën, sepse në epidemi ta thash, si të bëhen mirë dhe marë, epidemi i marë. Si qofshin 1, si qofshin 2, si qofshin 5, aqë sa i kam. Po që nevojat vinë gjithë të i marë, sepse në epidemi nuk i adhi poshtë, pa marë parasysh jetës, se si më ka shku ndrova 1, ndrova 2, apo ndrova 3 burra, apo do ndrova 10 burra. Por në epidemi nuk i adhi poshtë për askën në botë, sikur si që the dhe vetëm punoj vetë, dhe do i maj vetë. Por momentalisht nuk mundem, sepse akoma nuk jam stabilizuar. E qartë. Por si stabilizohem, unë do t'i marrë, nuk e lejmë mi mungu dashnia së një vetëmi. Që një më se më deshtë mua ta ose mi humë vetë dashoria së shtu ati. Edhe ashtu ashtë. Ajo që më preku më së shumë ti ishte djali 10 vjeçar nga martesa e parë, por më tregoi Kaloshi, që i kishte thënë unë nuk do shkoj me nënën, se ajo mund t'jetë me një tjetër burr dhe unë nuk dua të jetoj më me të. Nuk e diu se sa e vërteta është ai ka thënë apo si ka thënë djalë ashtu, por që të pjesa që nuk ka dëshiru
djali jam të shkojë te babai vet, po t'ja besoj sepse ai është mësuar me kaloshën dhe mirë e keq, kaloshë e ka rrit. Nuk jam mohor dot, as nuk jam poshtë. Po, këtë gjë e tha dhe Doriani. Po që ka thënë për punë burrja, po që ka pështjellu kaloshin, nuk e di sepse nuk kam qenë aty me djalin. E dashur, Elgita, gjithë problemi me këta dy burrat që ke pasur në jetë, Doriani dhe Kaloshin, është dhe celebrimi. Ti vazhdon të jesh akoma e martuar me burrin e parë dhe fëmijët e Kaloshit të kanë kaluar në trungun ku ti je dhe kanë marrë atë si Dorianin. Dhe Kaloshi nuk njihet si baba, ndërkohë që Doriani është martuar, ka lindur fëmijë dhe kërkon që ti të bësh divorcin. Do me thënë, e kupton se në çfarë situate jeni dhe probleme të tjera që keni? Pse Doriani thashtu që punë e divorcit, të kuptova më pas. Po, Doriani, të bëri thirrje, ktheu për fëmijët dhe ktheu të bëjmë divorcin, se më ngelët fëmijët e mi pa regjistruar. Ai është martuar. Do me thënë bashkëton, se me letra nuk është i martuar, vazhdon të jetë me ty. Po është. Po ka një farë bashkëtese, nuk më intereson kështu, pa martesa për çfarë, sa jeta e tia nuk i hyu. Por që Doriani, do të një thënë mas pari, moti ja dasht mu interesu për këtë pjesë, i kam thënë, ti që në Tiranë shko banë dhe padin, edhe hapim gjyqin dhe vazhdojmë procedurat. Po pra, jo hape ti, jo hape unë e kemi në zgjaju, s'kam lek, jo ti s'ke lek. Po ta shty veçëm unë i temre vetëm, nuk bëjt dhe ta zgjat lutem, ta shty, dhe ta kuptoj dhe ai. Të Doriani priste mas meje dhe pret mas meje, Kaloshe gjithmonë ka pret mas meje, po priste dhe unë njëri jam. Edhe unë mbaron fuqia ose durimi. Gjithë presin mas meje, kjo është normal. Prandaj dhe jam atëru fizikisht dhe psikikisht edhe kam dy. Ti duhet të flasësh, besoj me partnerin tënd Dorianin, ti drejtoheni gjykatës të bëni divorcin, ai të regjistroj fëmijët e vet, ti të tutë, Kaloshi të vetët. Sepse nuk është normale, janë dy fëmijë të mitur që ke me Kaloshin që janë regjistruar te Doriani, ndërkohë që Doriani ka lindur fëmijë dhe nuk i regjistron dot. Mban fëmijët e Kaloshit dhe s'mban dot të tjerë, domethënë është bërë një çamur dhe duhet i sistemoni këto gjëra. Unë nuk ka se kam kontakt keq me Dorianin, Doriani shumë i qetë po thet. Me Doriani mune mu marr vesh, ta shumë njëri i qetë, sinqerisht. Gjithsesi, nga gjithë historia e jetës tënde që dëgjova ditën e sotme, mua më vjen keq, sepse Doriani më tha që unë e kam rritur Elgitën se ka qenë shumë e vogël kur e kam marrë nuse. Po, 15 vjetë i kam pas. Lutja, mund të qas diçka? Po, patjetër. Sepse unë për momentin kjo ishte koha që kisha të jam pak e nxënë, sepse do të ndalë. E dashur Elgita, ke diçka për të përcjell Dorianit? Ai të përcolli mesazhin të lutem bëjmë divorcin, se po më pengon martesa me ty. Ti çfarë do i thuash Dorianit? Po, normal që do ta bëj sepse edhe unë kam atë pjesën e kam vështirë du ta heki, sepse nuk mund ta lë unë djalin e vogël si praktikë, edhe faja ti nuk është, por edhe të kaloj fëmia te Kaloshi. Unë jam shumë e qartë për këtë pjesë. Por njëherë i thua Dorianit që akoma nuk e di se po jam për vetë stabilizohet dhe gjitha këto do të bëhen këtë nga pak. Se s'është momenti i duhur. E dashur Elgita, e kuptoj që nuk e më kohë, situatën në cilën ndodhesh, s'mundesh do të flasësh, të uroj jetë të lumtur, uroj që të bashkohesh sa më shpejt me fëmijët e tu. Okej, më drejtë, shumë faleminderit nga ti dhe të përshëndes shumë. Mirupafshim Elgita. Gjithë mira. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndroat me mua deri në fund të kësaj video, nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar, keni një eksperiencë të bukur për të ndarë, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori të dhimbshme, reale, njerëzore. Faleminderit dhe ritakohemi nesër, ora 10 me një tjetër histori. Mirupafshim.